Arsye ndalimit të përdorimit të dinarit serb nga Banka Qendrore e Kosovës me një shkurt viti 2024, kjo valutë ende qarkullon lirshëm në komunat veriore të Kosovës. Ekipi Kosova Presis ka qëndruar për disa ditë me radhë në këto komuna, ku ka bashkëbiseduar me qytetarë dhe bizneset të ndryshme dhe ka vërejtur se pagesat të ndryshme mund të kryen pa asnjë problem edhe me dinar, po ashtu edhe me euro. Je li mogu zamijeniti euro u dinare? Koliko imaš? 10. Stavim. Koliko? Evre. Euro, dinar. Možemo u euro ili dinar? Može i u evro. U dinaru koliko? To je 200 dinara. 200 biće. 200. Čak. Dobar dan. Mogu vas pitati nešto? Kako mogu ja platiti s eurom ili s dinarom? Šta? Kako mogu platiti nešto? Sa dinarom? Platiš, možeš i dinar i evro. Svugdje? Da. Hvala. Lako možeš, sa svakom valutom, svu valutu hoću. Dobro. Dobar dan. Prosto, mogu vas pitati nešto? Kako? Mogu vas pitati nešto? Može slobodno. Da ste li ili dinaro ili euro tu uzeli? Ili Kosovas? Može i evro i dinar. Obedve. S kojim više? Ne znam šta me pitaš, evro ide isto i... Ili za prodavnice? Da. Pa ovdje rodnu kuću daleko tamo primaju samo Znaš euro, kako? primaju dinara. A ovdje primaju i Vi imali više s dinara? Jeste. Hvala, čao. Dobar dan. Izraz 3 puta 118 je 390. Hoćeš ili evro? 10 i kako je lakše? Sve meni jedno, kako tebi odgovara. Nije na ovako. 390 i još 90 dinara. 20, 50 i još 50. Ne. 20 mogu? Aha, još 20, Ovako. dobro, to je to. Još ovo? Ne, da, to je to. Ovo. 390, to je to, hvala. Hoćete kesicu jednu? Može. Desha me pyet këto në veri, a bëhet ma shumë pagesa me euro me dinar? Qush dush. Mos e keni dinar, mundë me pagu me dinar. A e marrin ma shumë dinarin a euron? Çaj keni ti, dinar ose Dyja ti ka. qush dush. S'ka problem edhe me euro edhe me dinar, mundë me pagu krejt. Nuk është problem hiç. Mendoj që aplikimi i valutave të huaja jashtë asaj që është zyrtare euro, që është pas rregullores së Bankës Qendrore të Kosovës, në aplikimin e tregut monetar, në tregun monetar të Kosovës, respektivisht edhe në tregun e real, është një dëm i madh që i shkaktohet ekonomisë vendit, sepse të gjitha këto para hyjnë jashtë kontrollit të Bankës Qendrore të Kosovës dhe mekanizmave të tjerë financiar, dhe janë para të cilat ndjellin vetvete jo vetëm jo stabilitet politik, respektivisht cenim të integritetit politik dhe ekonomik të vendit tonë, por nga ana tjetër janë edhe burim i kriminalitetit dhe punët tjera të pista të ekonomisë, të cilat grupet caktuara të interesit në veri e përdorin këtë vetëm si pretekst, kimse në mbrojtjen e serbëve edhe pakicës së saj në verit Mitrovicës, megjithatë në veri ende sot e kësaj dite kemi veprimin e tregut të cilët punojnë me dinarin serb, sidomos në rastet të cilët pagat e të punësuarve në veri që marrin paga paralele edhe prej institucionet të Republikës Kosovës edhe prej institucionet të Serbisë, janë ato të cilët paguhen në dinar për pensionet të punësuarit dhe të gjitha shtesat tjera, dhe në treg tash normalisht që kemi një si të ballafaqim në thojë them të euros dhe dinarit. Mirë po, interesi i popullatës për me marrë dy paga në këtë kontekst, edhe dinarin serb që e kanë pranuar, edhe euron që e kanë pranuar plus si benefit ekonomik që ata marrin, kjo ngadalson veprimin e qeverisë e Republikës Kosovës për me e të kalu këtë problem, respektivisht për me zgjidh
sepse kemi në këtë kontekst edhe presionin ndërkombëtar të cilat me çdo kusht bën presion tek institucionet dhe qeveria e Kosovës që mos ta ndaloj një veprim të tillë, domethënë të përdorimit të dinarit serb në Kosovë, kinse kjo do të ishte në mbrojtje të interesave të pakicës serbe dhe të bashkëjetesës këtu. Kështu që nuk korrespondon kjo në fakt. Prandaj konsideroj që institucionet e Kosovës do duhet të ishin jo vetëm në atë aspekt se të formal, kur në vitin e kaluar morën iniciativë për ndalimin e përdorimit, po edhe përmes mekanizmave institucionale të cilat i kanë qoftë përmes inspektorëve, policisë e kështu me radhë, ta ndalin në mënyrë të rrept përdorimin e kësaj valute, sepse atë që theksova i Kosovës i sjell jo vetëm dëm politik në cenimin e integritetit, po i sjell edhe dëm ekonomik të pariparueshëm që ka të bëjë me kriminalitetin dhe forma tjera të krimit të organizuar.